Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vendosur që aksionin opozitar ta vazhdojë në muajin janar 2026 nga foltorja organizuar në Manës. Kreu i Partisë Demokratike thotë se Rama largohet vetëm duke bërë qendres. Ai fton të gjithë demokratët që në janar të caktojnë datën dhe të dalin në shesh. Çdo natë në 2026, tha kreu i Partisë Demokratike, futemi si misionar për të përmbysur diktaturën e dytë në Shqipëri. Fitojmë, kemi fituar me qendresën tonë paqësore. Si i përmbysëm ne në matë njëshin? A nuk u rrëmbyrë në armë të gjitha antë kundër nesh, a ju kujtohet? Kur urzu shtatorja në Vërhoxh, ne nuk rrëmbyrëm armë. Jo, pa ama barikadat ja vumë. Në rrugë ja hodhëm, në rrugë nga shkolla e bashkuar, kur dolin të zbristin me tanke shtatorja në Vërhoxh, e gjetën bllokuar me barikada. Po armë nuk rrëmbyrëm ne. Ne fituam. Në vitin 97, a erdhën me rebelim, me dhunë, me armë, i përzum me vot. I përzum me vot. Edhe tani do t'i përzëm, edhe kjo është misioni ynë, absolutisht me vendosmërin më të madhe. Jemi forcë demokratike, jemi opozit demokratike. Ne do përdorim çdo mënyrë demokratike, jo dhunshme për përzënjen e tyre. Nuk rezistojnë dot ata. Nuk rezistojnë. Merrni pak historinë tonë. Merrni pak historinë tonë. Ne, kur na kanë vra, edhe i kemi përzën nga kryeministria, ju kemi vu drunin, e tjerë. Por, historia jonë është histori e përmbysive paqësore. I përzum 2005 me votë. Tani e di Rama, që me ndonë se do të vjedh qytetar dhe do mbrohet aty ku është, të gjej vrimën e miut ku të futet. Në absolute jo. Jo. Gjithashtu nga foltorja në Manës, Berisha është ndalur edhe tek çështja Balluku, ku tha se zëvendës kryeministra, njëkohësisht ministri infrastrukturës dhe energjetikës, për të cilën SPAK kërkon autorizimin për arrestim, as nuk jep dorëheqjen, dhe as se dorëzon imunitetin e as Rama nuk e shkarkon.